kjo vepër karakterizohet nga ironia, nga kritika sociale, nga satira. A vlen kjo edhe pikërisht nga distanca për mënyrën se si ju e shihni tashmë realitetin shqiptar që të ka bërë, të ka shtyrë për të sjellë pikërisht këtë vepër? Po, shiko, në momentin që ti largohesh, njerëzit, unë e them me shaka, mendojnë që neve që ikim, mendojnë që na ngel ora andej kur hikim, ndërkohë që andej mendojnë për këtej që ju ka ngelur këtyre ora në disa vende, dhe është ky lloj keqkuptimi që ndodh midis nesh, ose më saktë në vendin e vet dhe një populli që është në emigrim. Por, kur e mendon thellë dhe po ta marrësh në detaje, neve në një farë mënyre, edhe për shkak kohës ku ne jetojmë, sot kohët janë moderne, jemi gjithmonë të azhurnuar. Dhe nuk është se humbasim më aq shumë nga realiteti i vendit që lëm me realitetin e vendit ku jetojmë, sepse jemi gjithkohës në kontakt me njëri tjetrin, kontakt me vendin. Sigurisht që ne që vim nga jashtë, për shembull, dhe shikojmë, nuk është se nuk shikojmë ndryshime në Shqipëri, si në çdo vend tjetër. Bota evolon, moda evolon, traditat evolojnë, mënyrat e jetuarit evolon. Pra nuk është se i ka ngelur ora Shqipërisë apo i ka ngelur ora atyre që kanë ikur nga Shqipëria.